Hoxh, jam 19 vjeç, po nuk e di pse më shajnë aq shumë e po më bëjnë të bie në depresion. Njerëzit të cilët tallin, shajnë, ofendojnë, duhet ta dinë se Allahu i lartësuar thot në Kur'an: "Wailul likulli humazatil lumazah", mirë për çdo tallës përqeshës. Sado që të tallin, sado që të shajnë, të ofendojnë, sharjet dhe ofendimet nuk duhet të bëjnë të dorëzohesh. Përkundrazi, më i fortë, më e fortë. Imagjinoje ti, ne kemi shembull në muslimanët, kemi shembull profetin alayhis salam. Ai në Mekë 13 vite e shan, e ofenduan, e tallën. A u ndal? Jo as pak. Vazhdoi thirrjen e tij. Edhe pse ata e tallnin, pse? Se ne besojmë ditë gjykimi. Ne besojmë se ka një ditë ku do të dalim para Allahut të lartësuar, e ai që shan, ofendon, përqesh, do ta marr atë çfarë ka bërë në dynja, do të shpërblehet në ditën e gjykimit. Profeti alayhis salam vazhdoi thirrjen e tij. Nuk i kushtoi rëndësi atyre pra që shanin, ofendonin, tallnin, përqeshnin. Zoti i gjithësisë bëri që të triumfonte. Kështu që edhe besimtari, ndoshta has njerëz ose rrethohet me, pra ka disa njerëz të cilët ndoshta e shajnë, e ofendojnë, mos i kushto rëndësi. Mundohu që raportet e tua me Zotin e gjithësisë të jenë të forta. Me qenë korrekte me namazin. Po ashtu, ato qëllime të cilat i ke në jetë, për shembull, shkollën. Mundohu që me realizuat qëllim, punën, me u përkushtu, sharjet, ofendimet dhe vazhdojnë një farë kohe të ndale. Gjithsesi mundohu nëse ke mundësi ata që të shajnë, me i këshillu. Nëse nuk marrin vesh, wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. E kur ignorantët u drejtohen atyre, thot Zoti i gjithësisë, me fjalë ofenduese, ata thon paqe. Edhe vazhdo. Zoti ju rujt.